vajza tjetër quhet Maja, ajo i ngjan gjyshes vet mimikës. Ajo është shumë e qetë, shumë e kujdesshme. Është nuk shlon fjalë kështu kot në ajër, kupton. Dhe shumë e zonja në mësime. Mbaroi tash të mesme shkëlqyshëm, edhe po përgatitet për fakultet. Ke thënë që nuk do të çosh në Oxford se aty ka qenë Endrit Shabani. Po jo, nuk du që të më vija që madhe sa Endri. Kam dëshirë të më vijë çik më e vogël, më e prekshme. Endri është shumë i madh, është gjeni, është një njeri që kur flet imponohet, kupton. Është një njeri që e tregoj edhe tash për zgjedhje që është dikushi. Është burr i madh, kupton, edhe unë du që fëmijët e mi të jenë çik më toksor, të jenë çik më të prekshëm. Dhe kam dëshirë ta çoj në Edinburgh, është në Universiteti 3 ose i 4 në Londër, është i çik jashtë saj Tallavas, Londra është për i çik Leshamomi, dhe Edinburghu ka met një qytet i traditës me ato monumentet e veta, me atë trashëgiminë e vet, po kam përshtypjen edhe me atë mentalitetin e vjetër, sepse është i qytet me shumë rregulla. Edhe mendoj që do më kthehet më toksore, kupton. Më toksore. Nuk lakmoj fëmin tim bëhet kaq i madh sa Endri.